Është prej boksierëve më të mirë shqiptar, por të njohur e bëri kjo fitore ndaj serbit Mihail Finkur. Petrit Mazreka, i cili mban një tatu me shqiponjë në krah, ishte pritur me sharje fyrje në Serbi, por kjo motivoi që ta mund kundërshtarin qysh në raundin e parë. E gjatë këtyre ditëve Mazrekaj po qëndron në Kosovë për pushime, kurse për minuta e fundit po i tregon luftra që i zhvilloi gjatë këtij viti. Mihail Finkur është shumë bokser i mirë edhe ka përvojë shumë të madhe si në amatër e në profi. Edhe ku jam shku aty unë e kom pas mendimin me herë jo me boksu me to, po me hi me i thyjë shka, se ne kom qef mu rrej kështu, si thojnë, si burrat. Edhe pse Petriti është vetëm 24 vjeçar, në pronësi qysh tani ka disa tituj kampion në kategoritë të ndryshme të boksit. Kjo është WPPO botnor, e kom përfituar në Stuttgart, Gjermanisë. Kjo është EBF, Europeische Boks Federacion i Evropës, e kom përfituar në Austri. I kom mbrojt deq tash, po nuk janë rrypat më të nelt, po këto janë si qilës për me hecë për pjetë, të më thonë me të qilë krejt dyrt. Tash e tutje, boksieri nga Kosova do të ketë vetëm meqe të forta. Por për këtë punë po thotë se është i përgatitur maksimalisht në aspektin mental. Që tash në Rusi është kundërshtar shumë i fort Rasi për Rasulov e ka, Rus, i ka 25 treme, 25 fituse, nërse e fitoj që ta, i kam krejt dyrt qilë, të më thonë për nelt. Du mu përgatit shumë mirë, normalisht nuk është problem për mu me fitu këtë treme, po sport e sport. Në rast se arrin ta mposhtë rusin, Mazrekaj t'i japet rruga të boksoj për titullin VBC, kategori kjo prej më të fortave në boksin botror. E për këtë meç, ai ka një vend të veçantë ku dëshiron ta zhvilloj. Kam një të more për rrypin VBC më i madh që është. Kam edhe mendimin me bu në Kosovë.